5 kampioni I Shqipërisë në boksin olimpik Jurgen Lazari, që përfaqëson klubin e Tërbunit në kampionatin shqiptar, do të debutojë për herë të parë në boksin profesionist. Urime për të iniciativë. Faleminderit. Lazari, si përprisni me emocione? Normal me emocione sepse është ndeshja e parë, po kena bërë shumë stërvitje për këtë ndeshje dhe besoj se do ta kalojmë me sukses. Ndryshon, mund të them në një farë mënyrë boksi profesionist me boksin olimpik. Po sidoqoftë trajneri juaj apo trajnerit tuaj Emiliano dhe Kladio Gjekini flasin me shumë superlativa dhe kanë besim për një përfaqësim të njëjtës. Kjo vjen nëpërmjet stërvitjes që kena bërë, sepse kena bërë shumë stërvitje të fortë dhe me thënë drejtën nuk kena pse bërë emocione se na e dim rrugën që kena zgjedhur dhe e dim se çfarë do të bëjmë për më së miri. Dhe s'kena pse me bërë emocione. Kjo është Kjo është arsye pse trajnerët e mi besojnë tonë, rrohen të ata. Me që është ndeshja e parë në profesionizëm, gjithmonë ka një të veçantë dhe besoni që do ta kaloni me sukses? Besoj që po. Besoj që po. E njihni kundërshtarin tuaj me çfarë karriere është? Po, e njoh. Pak a shumë e kena studiu me trajnerët tonë. Duhet kundërshtar shumë I fortë, por na besojmë në stërvitjet që kena bërë. Në çfarë peshe konkuron në këtë turne profesionizëm Lazari? Peshën 16 kg. Dhe me sa ronde është ndeshja juaj? Ndeshja është me 4 ronde. Si shikoni, do ta mbyllim me pika apo me nokaut? Se zakonisht kemi parë në boksin olimpik nokautet të shpejta dhe Jurgen Lazari. Dëshirën e kena për me nokaut, por Selisi mund të ecë ndeshja, kështu që po I të shohim. Boksieri juaj kundërshtar gjen nga Turqia, ka një karrierë të pasur sportive. Po, nga Turqia. Dhe është njohur ai, besoj është njohur edhe ai me nivelin e kundërshtarit Lazari. Besoj që po, sigurisht jam njohur në nivelin e tij, besoj se është njohur në nivelin e tij. Jurgen, ky kampionat që është për herë të parë për ju në profesionizëm vjen në një moment që ju sapo keni mbushur 2 ditë me herët 18 vjeç pra. Një moshë me vërtet shpërthyese për ju. Urimi për ditën. Faleminderit, shumë faleminderit. Si shikoni vazhdimsinë, deri ku mund të shkojë Jurgen Lazari kur sot është vetëm 18 vjeç. Besoj që kjo është një trampolin për një karrierë të re për mua dhe karrierë shumë të suksesshme. Në ndihmën e Zotit do të jetë një karrierë shumë e suksesshme për mua. Jurgen, urime për këtë pjesëmarrje për herë të parë në boksin profesionist dhe shpresojmë ta mbyllim me sukses. Faleminderit. Xhej Rasin falenderoj dhe kryetarin e bashkisë Fuks, Zotin Rrotdore, për gjithë mbështetjen që na ka dhënë tash në vitet e fundit të vërtetë. Shumë faleminderit. Sukses Jurgen.